e Shqipërisë. Në atë kuptim që nuk kanë drejt për shembull të përdorin gjuhën në administratë, nuk kanë drejt të kanë shkolla në gjuhën e tyre. Ashtu siç kanë po them shqiptarë shtete tjera, tu përfshirë Serbinë, që kanë drejt kanë krijimi i shteteve kanë ndodhur pak më ndryshe, sepse krijimi i Republikës Turqisë ka ndodhur një krejt tjetër edhe është bazuar në një kushtetut dhe një bazament ligjor krejt ndryshe. Në Kosovë, në Serbi, Bosnë ose në shtetet tjera është Turqia moderne është kriju pas luftës së parë botërore, apo? Do të thotë nuk është kriju para 2000 vjeç. Po prapë është para afër 100 vjet. Po në atë kohë janë kriju edhe Austria dhe shumë shtete tjera. Edhe Jugoslavia, Kralevina e Jugoslavisë është kriju pikërisht në atë kohë. Por janë zhvilluar në mënyra ndryshme dhe çdo shtet ka pas mundësinë të zhvillohet. Turqia të jap drejta shqiptarëve. Nuk është puna te drejta e shqiptarëve dhe komunitetit, sepse shteti ashtu është krijuar dhe të gjithë kanë drejta barabarta. Duket një shpjegim i mirë kjo, me thënë se një shtet është krijuar ashtu siç është krijuar dhe nuk ka mundësi. Do të thotë Turqia është anëtare e Këshillit të Evropës apo Parlamentit Evropian. Derisa ekzistojnë kushtetuta ashtu ekziston, po kushtetuta mund të ndryshohet, kur vjen koha ndoshta do ndryshohet, por në këtë moment është situata kështu. Po çka do të kushtetuta e Turqisë se shqiptarët nuk kanë drejt flasin shqip? Jo, nuk është vetëm te puna te shqiptarët, edhe kurkush nuk dalon në Turqi as gjuhën shqipe as gjuhë tjera. Por janë bazamenti ligjor dhe kushtetuta është ndërtuar pak më ndryshe.